hulumtime të kërkim zhvillimit, ku do të përpiqemi që bizneset, njerëzit që kanë talente të veçanta dhe nivelin e intelektualëve, Universitetin e Prishtinës dhe universitetet tjera, t'i parafrojmë mes veti dhe t'i orientojmë drejt shpikjeve dhe drejt zbulimeve tjera. Pikërisht ky është angazhimi kryesor që mëton ta bëj ky institut, të mbledh dhëna, të hulumtoj çështje të caktuara për të cilat ka nevojë një dikaster i qeverisë së Republikës së Kosovës, një dikaster i ndonjë komune të caktuar, pastaj organizatat shtetërore, në mënyrë që politikat të cilat prodhohen në institucionet e Republikës të jenë politika të cilat bazohen në dhëna të cilat shkelin me këmbë në tokë dhe jo që vendimet që merren vetëm bazë të përvojës dhe në bazë të pretendimeve të zyrtarëve që tek e fundit janë në punës dhe punojnë me logjikën prej 8 deri në 5 dhe nuk pritet që ata të jenë hulumtues, të jenë studiues, ata janë realizues politikave, kurse bazën për një politikë të caktuar ne do të përpiqemi që përmes studimeve që do të bëhen në mënyrë shkencore t'u ofrojmë atyre. Do ta ketë fokus strukturën sociale të shoqërisë, pastaj kulturën e njerëzve që jetojnë në këtë nënqiell, mirë po krahas kësaj do të kemi edhe hulumtime të kërkim zhvillimit, ku do të përpiqemi që bizneset, njerëzit që kanë talente të veçanta dhe nivelin e intelektualëve, Universitetin e Prishtinës dhe universitetet tjera, t'i parafrojmë mes veti dhe t'i orientojmë drejt shpikjeve dhe drejt zbulimeve tjera. Përveç njerëzve të cilët do t'i realizojnë qoftë intervistat, qoftë mbledhjen e dhënave, ne do ta kemi edhe komisionin i cili pastaj del edhe i vërteton ato dhëna dhe tek pas vërtetimit ne ato e fitojnë vlerën e një dhëne e cila është me bazë shkencore dhe mund t'i shërbejë institucionit.